A është ma efektiv prindrimi autoritar, demokratik, apo lehtësues për rritjen e një fëmije të suksesshëm? Shiko, unë shpesh kam pa raste edhe në bashkëbisedim me plot personat e cilët kanë qenë prind autoritare, kam parë që ka qenë gabim. Për shkak se prindrimi autoritar, shishani, në momentin që ne jemi shumë autoritar, atëherë mundet me ardhë edhe deri te dhuna sa i përket fëmijëve. Unë kam me x rastet e cilat i kam parë vetë dhe i kam studiu vetë, ku fëmijët e cilët kam përjetuar dhunë, e bojnë problemin shumë ma letë se ma herët. Për shkak se imunizohet në atë dhunë. E bën problemin ma letë se thatë, okej, i ha 2-3 shuplaka dhe me ka shkryhet. Do me thonë, aje logarit para prakish fëmija se çka ka me ndodhë me të, dhe në këtë mënyrë pra është e dëmshme të ketë autoritet edhe dhunë vazhdueshme. Mirë, po gjithmonë me bashkëbisedim nga fëmijëria, duke i tregu gjërat e cilat mund të jenë gjërat e cilat ndikojnë në personalitetin e tij kur të rritet, se si ai personaliteti i tij do të afektojë jetën e tij, familjarëve të vet, rrethit dhe shoqërisë, dhe në këtë mënyrë me bashkëbisedim, jo me pyetje përgjigje, po bashkëbisedim, jo e bën këto, as e bën ato, e bën këtë, për shkak se ato janë pyetje sugjestive dhe nuk i jep hapësirë fëmijës me diskutu me ty. Fëmija duhet të trajtohet pra deri në moshën e adoleshencës, pothuajse sikur mbretit i plotësohen disa gjëra, mirë po të ketë limite dhe të ketë kushte që ti tregohet në mënyrë të qetë se këto gjëra nuk bëjnë, dhe për këtë mënyrë pasojnë dënimet jo me dhunë, po dënimet nuk dalëm me shetit, nuk e blem këtë gjë, apo dënimet leta. Çka do që momentin që dhuna hyn, aty atëherë e kemi prishur personalitetin e tij dhe tregova që fëmia ka mi bë probleme të mëdha.